Vllaznia do të luajë sfidën e radhës mbrëmjen e së dielës ndaj Teutës në stadiumin Loro Boriçi në orën 20, Durrësakët ndodhen në pozita të vështira në rënditje, pavarësisht fitores së fundit ndaj Skënderbeut dhe do të kërkojnë pa diskutim fitoren edhe në Shkodër. Megjithatë, trajneri Tomas Bërtari, që i pyetur për ndeshjen me Teutën, u shpreh se vllaznia synon fitoren edhe në këtë duel. E di që Teutës mund t'i duhet 3 pikëshi, por në fakt edhe nena duhen këto 3 pikë për të shkuar drejt objektivit ton. Kryesore pa diskutim që është mënyra si do ta implementojmë lojën ton. Ajo që ka rëndësi është se kemi mjaft energji në ekip, po ashtu edhe shumë dëshirë. Prandaj duhet të futemi në fushë me idenë e qartë për të treguar se duam ta fitojmë ndeshjen. Duhet të bëjmë gjithçka mirë për të marrë atë çfarë duam. Bërtari shtas se vllaznia synon njërin prej 2 vendeve të para, pasi në lojë janë edhe 15 pikë. Janë edhe 5 ndeshje, 15 pikë në lojë. Për mua çdo gjë është e hapur deri në fund. Duhet të punojmë çdo ndeshje në maksimum dhe të marrim maksimumin gjatë ndeshjeve të mbetura. Kjo është kryesorja. Objektivi jonë është të marrim një nga 2 vendet e para në rënditje, por fillimisht duhet të fitojmë ndaj Teutës, pastaj të shohim ndeshjet në vazhdim. Mungesa e vetme e vllaznisë për ndeshjen me Teutën do të jetë kapiteni Bekim Bala, i cili ka plotësuar numrin e kartonëve, por edhe vuan nga një dëmtim muskulor.